U kthehem në studio, tashmë është koha për një intervistën e dytë, kam kënaqësinë që kam përmendur edhe në fillim të emisionit që sot do ta kem në një intervistë një ish koleg timin edhe shok shumë të min, një ish koleg që ka qenë pikërisht në fillet e programit të mëngjesit këtu në televizionin 7 para 7 viteve. Tashmë po ashtu edhe kolegi i cili vazhdoi tutje rrugtimin në mediume të ndryshme. Sot nuk punoj më në televizion, do shta shumë prej jush ju mungon edhe fytyrën e atij dhe lajmet të cilat ai ka dhënë, të gjitha këto do i diskutojmë së bashku bashkë me Albin Kadriaj. Albin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sivjos, mirëmëngjes për ty dhe për këtë shikues të emisionit mëngjesit, se na mësuam këtë rutinë në emisionin mëngjesit, më i thon fillimisht. Po më duket shumë interesant për ndryshe, jena mësu me dalë, po intervista e ponë. Po s'ko ka letë më koni intervistu, kështu me intervistu është ma letë. Ma letë, a? Po, se kështu më konë që të farë ka rike, ku intervistu është pytësh, aqë më pak për vju së si shkolege, për ndryshe urime që i keni bu 7 vjetë. Faleminderit, ka shku shpejt. Po, shumë shpejt. Fillimet e mija kanë qenë këtu, në televizionin 7, po rrethonat, dëgjanat, ndryshojmë edhe na, ndryshojmë këtë sanët edhe lëvizim, kështë që tash mo veç suksese juve. Po mirë, gjithë kësaj është edhe me ata cilët nuk e kanë vazhdu tutje rrugtimin në televizionin 7, gjithmonë e kanë si shtëpi, ku gjithmonë ndoshta gjejnë kohë me ardhë dhe me vizitu edhe el pas el, pse jo mos me qenë pjesë edhe e programeve të tilla, që edhe ti sot ardhe shumë kolegë tjenë. Po, realisht me shumë dëshirë, me ardhë me vizitu të shtaqin, kam qenë disa herë biles, po jo shumë shpesh për shkak të kohës, po gjithsesi kontaktet me juve, me ty, me pjesën, në është s'po di është dërmu se tashmë në televizionin 7, po kemi kontakte edhe daily basis, kryojmë, pim kafe, muhabetit ndryshme. Po, për ndryshe, Albri ka qenë ajo pjesa vezvezi, shosnis, sot po bjen shi, edhe njëtën ku i thash Albert, a ke i pështjelën në ajlan, qka që nuk e roga as shiu, as frim, as na gjithmoni kena pas këtë pjesë si hajgale, po. Po jo, tash ekrani e lyp pak. Njeri ma vezveshe, një mashkulli ma vezveshe. Ekrani e lyp pak me konë ma, ndoshta ma vezveshe dhe ma në regull, ma i kurum për shkak të respektit të emisionit, po edhe për shkak të respektit të atyre që na shikojnë që janë pjesë e jona, që janë konë pjesë e jona e dykurshme gjdo dit, e qëta që vazhdojmë konë pjesë e juja gjdo ditshme, kështë që një fa respekti e konsideroj edhe me këtë pjesën e dukjes, me këtë pjesën e përkushtimin që jep edhe rëndësin që jep se cilit sen, do me thonë, deri në detajet më të vogla, po jo me cëllohën jo, me qadër. Me qadër. Anë më nishim shku pak të fillimet. Fillimisht, ke studiu gazetanin, tutje ke vazhdu punë në televizionin atëhershëm Rokom. Ke qenë pjesën e ndoshta informacionit. Atëherë me fillu prej Rokumit, është një eksperiencë shumë interesante dhe është një eksperiencë shumë çuditshme se kur fillon për herë të parë me një medium, me një televizion, aq më pak që është televizion edhe ti hera herës edhe pse je në desk informativ, hera herës vjen me u shfaq për shkak se ki raportimet ndryshme për veneve të ndryshme, ki stand-up, ki me bo gjithë shka edhe kur dilshin ekran edhe shyshe vetin, ashtu tani se disha guxën me e këshyre edhe njërë në YouTube që ato që e ke bua jo për shkak se dishe ku ke gabua jo, edhe kështu ma mire leshe me shku në qatë formë pak me rjedhë letësisht po. Në Rokum kam qenë në pjesën e informacionit, aty kom kalu gëgja shumë mirë, janë konë kushte krejtire, janë konë ndoshta edhe mënyra e dëbom gazetari ka qenë pak më ndryshe ose kohë, po më kanë ndihmu gëgja shumë në përgatitjen tam profesionale, se me kalu prej fakultetit, e kryim fakultetin edhe kalen me një medium, e shet që fakulteti nuk është, nuk ti mëson bashkë qato sere që ti mëson vetë dhe gradualisht gjatë kohës që je në ekran. Po më kam mësu gogja shumë sana, Rohumi, edhe konë një eksperiencë gogja shumë e mirë. Edhe thash edhe më herët, se ka qenë ndoshta pak e vështirë për me startu, për shkak se e ke pas ndrojtjen, e ke pas frikën, e ke pas çka po thojnë, e ke pas
gjithçka janë konë emocionet përzime, po në fund ditës, kur e ke kry, ke thonë, I did it, e bona, edhe kjo është sa një mirë. Po, kujtojnë panashitjet e pana. Për si lavë shumë rejnish. Po, sakt, exakt. Do me thonë, kur të kujtojnë paraqitjet e para, kur ke pas me raportu prej një vendit caktuar, ose ke qenë në një lidhje direkte me një emision caktuar për me raportu aso ku ka pas ma shumë protesta, gjona, zhvillimit ndryshme. Të ngajt. Po, me tripod në kraj dhe në përshesh me këshirë me nëzonë me marrë informacionin i pari. Po, gradualisht, mësohësh edhe buhësh një. Mas ne nuk e ki ndjesin të qenurit në ekran edhe në para kamerës, po e ki ndjesin asoj se çka pëthu. Sa ma sakt me jep informacionin. Çka ka ndodhë në qato rrethana që mës me e përqu emocionin, po me e përqu informacionin për mes kamerës. Kështu që ka qenë gëgja shumë e vështirë, po kena mujt me e bo një farë balancë edhe besojmë që ja kena dojnë dhe i diku. Okej. Qa ka qenë sfidë në atë kohë? Se për mu ka qenë stand-upi, për mu edhe shumë kolegë në fila, edhe ta që mendoj që shkam pas kamerman atë nerva, dhe të her një fjali, mës me u bo në nëvëz me të shu kamerën edhe me të pritë. Do me thonë, kur kom kalu në... Po kalojmë pak shpejt, po kthehemi prap. Kur kom kalu në lajme, në një televizion tjetër, po ashtu në vendit, ka qenë gogja shumë interesant, se thësha qysh është e mundshme, që ti e ki, se edhe për mu ka qenë stand-upi, po qëto dhe shta me mund dërlidh, se thësha qysh është e mundshme, që ti në live, në transmitim direkt, edhe kemi e ledzu ndoshta një paragraf që i ka 5 rreshta, edhe s'dosh mu ndalë një të ku dosh me këqyr ekranin, dosh mu këthy në flet, edhe ka pas shumë sene që duft mi kontrolu të njëjtë në ko, edhe mimikat, edhe qëndrimin, edhe dukjen. Edhe durët mës me bo shumë, për shkak se na më fillim zakonisht si gazetarë dhe si moderatorë mas nej, e kemi një farë tendencë me qitë shumë e durë, ashtu me bo. Me spjegu edhe me hante emocioneve të e përshkru me durë, po u mundoshe me i kontrolu krejtë dhe të ishe që shko mundësi, në fillim, për shembull në Rokum edhe në të shtatë, mas një kohë, se disa pjesë i kena pasë, që kena bo stand-up, gjithashtu kena bo storyt ndryshme, që u duft me u lidhë ndoshta me një stand-up, edhe thëshë qysh është e mundshme ma pak me gabu në transmitim direkt, ose hiq mos me gabu në transmitim direkt, shumë e bo mimika, gjeste, gabimin në të shprehun, me një stand-up që zgjat një fjali. Një fjali me 5 fjallë ose 10 fjallë maksimum. E ka qenë gogja eksperiencë interesant, kjo pjesa e fillimeve, kur kena bo gjithë shka për herë të parë, kanë qenë stand-upat, kanë qenë ndoshta transmitimet live, kanë qenë lidhjet me studiot, që edhe këto janë konë cikletshme, po zdo me thonë që edhe mas një periudet shumë të gatë që e bënë në media, keme konë një person që ndoshta nuk ka me tani, në momentë kur dhezën dritat e ekranit, ashtu shpak të marrë frim njerë, ose të thotë goja, si për momentin qëtash. Ajtë tjeli në shdumi. Edhe ka, jo, janë disa pjesë shumë të mira që janë kujtime gogja shumë të mira. Rukëtimi që e ke boti nuk është e bujnë shumë shpesh, për shamun prej pjesës lajme dhe informacione, me kalu në një emision diton që ka qenë mëngjesi, pavarësisht që i ka të gjitha, edhe pjesën e informatës, edhe të argëtimit, edhe këtë pjesës serioze, edhe këta jo serioze shpeshen, po që vendose edhe këtë qenë në programin e bajnë mëngjesit të televizionit 7 bashkë me Arden atë kohë dhe kolegën Kaltrina Mikushnica. Ka qenë një eksperiencë e edhe për ty në atë kohë? Po, ka qenë një eksperiencë e re. Shëmonin që të gudzeme bu ndryshimin. Këqyret, ashtë e po flasim pak për mbrapa skenat, se na neve na shojnë vetëm si njerë që jena shumë mirë në ekran, dukë mi mirë. Pjesën tjetër nuk o që fort e diskutojmë. Po jo, aso kohë, do me thonë, ka pas, televizionit të shtatë në fillimet e veta,
ka qenë një televizion që ka hyrë me një farë fuqie goxha shumë të madhe. Edhe kur hyn me një qas i vrulli, natyrisht që do njerëz të ri, energjik, fytyra të reja, edhe pavarësisht që ti nuk je ndoshta i ri në media, ti je i ri në televizion, edhe të vjen një farë mundësi e ndorë dhe të tojnë kime e bo. Do me thonë, ti veç se bosh pjesë... Ta besojnë, a? Po, kime e bo. Ta besojnë qatë pjesë edhe në momenti kur tojnë kime e bo, edhe ti ndalesh me mendu, po jo qaq sa për me e pas të qartë sa e ka dënë me e bo realisht ajo. Edhe në një moment, veç e shë vetin në ekran, edhe mas një diskutimet asë kohë kanë qenë që çka me bëune në emision të mëngjesit, për shkak se unë kam qenë njeri që ju marrë gjithmonë me informacionin, me deskin informativ edhe qysh me u integru, qysh me u lidh, qysh me e bu me emision të mëngjesit. Edhe për një moment vjen ajo që ti mund është më marrë edhe me pjesën informative në emision të mëngjesit. Po ndoshta mastaj edhe me pjesën pak edhe organizative, për shkak se mas një kohë, mas Kaltrinës edhe Ardit që kemi qenë bashkë, largohet Ardi, largohet Kaltrina në fakt, se kanë kalu 7 vjetë ose ma shumë se 7 vjetë realisht, edhe largohet Kaltrina, vjen Vjosa, largohet Ardi, largohet Kaltrina, vjen Vjosa, largohet Ardi, ndodhen një farë rokade mrana për mrana emisionet. Që unë halon më në gjës. Edhe Vjosa vazhdojnë stojkisht me Alo e herë po, alo në emision të mëngjesit. Vjosa për ndryshë se ka pas kur problem të gjumin. Jo, heq. Jo, gjumin e kena pas të lashe krejt. Edhe janë konë ato minutat kritik, kur vishim pak para emisionit. Edhe hyshim në emision. Me marrë njerë frymë thellë, dhe me fillu emisionet një farë prezentimi të shkur që kena pas. Po, ka qenë goxha shumë interesant edhe mirë që kjo pjesa ku e kena vonë ndërlidhjen me se cilën pjesë. Dhe vetëm pjesa rektuese, pjesa informacioneve, pjesa organizimit, gjithashtu që ka qenë një rol goxha shumë i rëndësishëm aso kohë, për shkak se jena kohë një ekip i vogël edhe kena pas tash. Kena pas e disa mangësi hera herës, jo veç në televizionin të shtatë, po edhe në mediumet paraprake, edhe në mediumet ma vonë. Gjithmonë ka, edhe si njerëz na jena, po, edhe si njerëz na jena që kena mangësi në disa gjana, kështë që me kalimin e kohës, mas ne filleshin të u regullu, po dire sa u regullu, u duf kemu marrë me këtë pjesën përmbajtësore, organizative të këtyne të emisionit. Ndoshta na kolegë me këshirë në me bu matë mirën me zveti. Po, tutje një personit hershëm, u zhvendosen person mramjes, ndryshove edhe rukëtivin. Jo, si më konë personi mramjes, këmë qenë personit të nditës. Prej më gjesin dire në mramje. Po tutje mbete ma shumë nga mramja. Po, vazhdove rukëtivin nga televizioni 7 dhe nga pjesa e mëngjesit. Vazhdove rukëtim në televizionin Dugagjini, në pjesën e informacionit, lajmeve qëndrone, plotësisht një tjetën ndjejmë, po besoj. Po, deshta me e theksu që në emisionin të 7, për shembull, kena pas momente në emisionin të 7, në televizionin të 7, në emisionin e mëngjesit kena pas goxha shumë momente arktuse, kena pas shumë momente... Që po besojt kanë mungu në lajme? Po, e vërtet. Më kanë mungu se, për shembull, nëse emisioni i mëngjesit me 2-3 persona, po edhe vetë me qenë, në momentin kur je, për shembull, në një emision të tillë, është pak ma e lehtë me kamuflu se cilin sen. Për shembull, ka raste që të vjen me kesh, trop histeria për momentin, edhe që ka bën veç kesh. Po da, është e thjeshtë. Nuk e ki që ato që po ga bëj diçka, po ndodh diçka, edhe pse me kesh. A lajmë u dërë kemi konë goxha shumë strikt, me kesh. Sa konë sfid anë bën, me buqet ndryshim. E tash ndryshimi prej të shtashit në televizionin Dugagjini, mas 3 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, që që në të shtashit, se kom kalu, zhvendosna në televizionin Dugagjini, edhe atje kom fillu në pjesën e emisionit, njënit prej emisioneve politike, që e ka televizionin Dugagjini, atje kom qenë producent e emisionit për 6 vjetë tashmë.
6 vjetë. Na, kur të folim për këto vite, gjithmonë na duket që janë në qatë pjesën e panë. Po. Anja 7 vitesh. Sakt. Edhe ka kalu gojgjaniku shumë e madhe, edhe o konë një farë ndrimi krejt totalisht se pavarësisht që këto i ke pas informacionet, për i ke pas edhe lirinë dhe fleksibilitetin edhe me kesh edhe me bo në humor her pas herë nëse të ka ardhë, në pa bëdin veç që ka dalë ekranit të Kaltrina ose të Vjosa, edhe Vjosa e ka njës me folë, edhe ti e konë tani i lirë me kesh ose me dalë për studios. E që aty të kolegë të faktë dhe të revet bënë qka dush. Ti bënë qka dush, mas nej, edhe kanë qenë momente shumë të mira në të shtata së kohë, sinqerisht, janë disa momente që halaj i kom kështu në memorje, që sa herë të më kujtohen keshi. Ashtu keshi shumë. Edhe u lutë që momente tila mës me pas në lajme, kur kalova në Dugaqin, u lutë që qësi momente mës me pas në emisionin. A ki qësi momente në edicion qëndrot lajme? Jo, realisht jo. Ka në i herë që... Edhe po mi dënëson pjesa e analizimit, qoftë regjia, qoftë kamermanat, kanë qenë shumë a strikt. A po? Kanë qenë shumë a strikt edhe pse din kamermanat edhe pjesa e regjis me konë arktuse, me të ngurës në i herë, po jo me të kalu në momente shumë që sharakë, për shkak se do është mu përbajt, se lajmet janë një diçka krejt tjetër është ndoshta në baza e një televizionit. Kështu që nuk u dzejshme me bo se puna e krejt kolegëve të cilat i ke pas në pjesën e deskut, është ti e ke transmitu. Dhe me thonë, ti realisht i ke ledzu lajmet e tyne. Kështu që me auqu lajmet poshtë nuk është asë ndershme e asë në regull me e vo që të sen. Kështu që ju mundu me qenë sa ma serios në qatë pjesë, edhe në momenti kur ka tentu dikush me eskalu me humor, edhe i këmë dërprej, këmë të nejve shpak se në lajme, mas një normal shok, edhe kesh të nditëm, po qatë periud kohës, në asë një formë nuk e këmë leju me bu hajgare. A ka nëj moment që s'ke mujt me u përnbajt, ose që ke kamuflu mirë? Po, ka pas momente që i kam kamuflu mirë. Se këto të mëngjesit po i di? Fillimisht, po. Fillimisht kam qenë me kolegën tjetër, me Lorinda në transmitim të edicionit të lajmeve. Edhe në momentin ku të rokën në histeri ose diçka e vogël, po sinqerisht po flasë nuk ka pas në moment kështu që për të mbajtur në mend, që thonë. Po jo, s'po më kujtohet nga jo kështu, veç Lorinda për shumë, e kom kalu të Lorinda, ose Lorinda o kom person shumë pozitive dhe shumë i qeshun dhe shumë ka bo ma shumë humor se sa unë edhe unë më konë gjithmonë ai personin pak ma serios edhe në shoshni edhe kështu, edhe kur e rëke Lorindën, po shumë ka qenë rada e Lorindës me e ledzu lajmin edhe ma ka bo veç ma ka shtu i fletën dhe më ka thonë bashkë dhe në tisë, unë e smoj. Lelina e dytë. Po, sakt. Edhe kom vazhdu mas në june me qatë transmit, me qatë pjesë. Edhe jena detyru për shambull njani ose tjetëri me u largu, me u distancu prej studios, për shkak që mës me nëzit qatë farë të qeshure mrena studios. Po, jo kështu naj moment që mbohët të mend shumë, jo, nuk kena pas diçka të tjilë. Po pjesa që më ka marrë gogja shumë kohë, pjesa e lajmeve ka qenë një pjesë gogja shumë e mirë dhe e rëndësishme për mu si person si arbër në ndërtimin të në karierën e medjave dhe mediumeve, po pjesa që më ka ndërtu hala ma shumë ka qenë pjesa e emisionit, cilën e kumë bo. Emisioni ka qenë 4 herë një avë, 5 herë një avë, ka ditë me qenë edhe gjithë ditë. Pa pushim me një intensitet gogja shumë të naltë edhe me punë edhe angazhim gogja shumë të madhë. Po e leon, e le televizionin, nështë ka vite që je pjesë e televizionit dhe kësaj botës mediumit, po si jo shumë kolegë, arrite që me u shkëput nga televizioni. Që shtarë këj vendim? Shkëputja nuk do me thonë largimi përhershëm. Është e bëngashme? Nuk do me thonë largimi përhershëm, po në një rast të mirë, në një mundësi të mirë, në një situatë të mirë, besoj që nëse si se cilë njëri është e ku për shtatët që ka bënë ku mundët me gjithë vetën,
Besoj që një rikthim me një diçka në ndonjë media në Kosovë, pse jo? Nuk e kum stopune, tash jem largu prej medjave edhe mu nuk kthejna kurrë. Sidomos jem largu prej televizionit, nuk kthejna kurrë. Jo, televizioni është pjesa më e rëndësishme e jemja, që e kum pas edhe vazhdojmë me mbetë si njëna prej sanave më të mira që i kum bëu deri sot. Nuk e di në vitet e ardhshme çka ka më ndodhur me mua. Ndoshta kam e thonë çështë që për sektorin ku jam aktualisht, po për që është njëna për pjesëve të rëndësishme edhe më shumë të mira të mia, është vetë shumë e mirë. Po e la televizionin 7, vazhdove në rrugtim tjetër në një medium tjetër, në Dugaxhin, tutje nga Dugaxhini u largove në një botë krejtësisht tjetër, në një botë ekonomike të theme, me shumë matematika. Sektori bankar, se na shohim për shembull në sektorin bankar si diçka që është veç numra, matematik, është ekonomi edhe është e vërtet. Është e tillë, po ka edhe pjesën tjetër, ka edhe pjesën për shembull të dikush do të më marrë me pjesën e marketingut, me pjesën e PR-it secilit institucion, po besoj, po edhe bankat tash kanë filluar me qenë pak më të shoqërueshme në aspektin se për shembull secila bankë ka website-in ku mund dëshmi website duhet me mirëmbajt. Website-i në sektorin bankar i bjen portal në media. Kështu që ja merrna me pjesën e PR-it edhe të marketingut. Jam specialist në bankën ekonomike, edhe për tash 7 muaj po i bëj. Ka qenë një eksperiencë këtë ndryshe, krejtësisht ndryshe, po punën që e bëj ka vazhdu me mbetë ndoshta si puna që e kam bo në televizion. Se mirëna me tekste, mirëna me përbajtje, mirëna me content, si të videove, gjithashtu edhe të pjesës website-it, po edhe të pjesës së postimeve në rrjete sociale, në Instagram edhe gjonat të tjera. Po e patet shtin me manat vendim, me lonë televizionin për diçka tjetër? Realisht, ka qenë shumë e vështirë. Ndoshta konë njëni prej momenteve më të vështira, se realisht kur del prej televizioneve, ose kur t'jenë në televizionet, ti e mendon thu, çka di me bëu në tjetër. S'di me bëu kur gjë tjetër. Po fatmirësisht në tash bëj hajgore. Apo dishe? Po, dim se cili prej neve realisht. Edhe me një shok të amin, me to bojna hajgore shpesher dhe i thëmë që ai mu ka ofru për shembull me idenë me qenë pjesë e bankës edhe me qenë pjesë sektorit bankar në si PR dhe marketing. Edhe më thënë që ti realisht e bën edhe aktualisht ku je, e bën njëjtën punë, e bën PR-in, e bën producentin, po si producent sanët që ti thu që i bën, e bën qëto, e bën PR-in, e bën marketingin, pse mos e konë edhe në sektorin bankar, se edhe banka ka nevojë për gjonat të tilla. Edhe kështu nuk e komendu. Sa herë diskutoshim nuk e mendojsha, se isha në punë, isha rehat, isha mirë, isha vazhdoj, edhe pse orari i stërzgjatën, po mediat qëtësane kanë, janë fillon paradite edhe e kryjnë kur të kryjën punë, jo kur të kryjët orari. Harrosh. Gjë që është sani mirë se nuk e kum pas asnjëherë problem këtë pjesën e orarit, edhe nuk e kum diskutuar asnjëherë, po thjesht ndonjëherë ki nevojë për një hapësirë ku e din çka bën mas një ore të caktuar. Për shembull, kur kam dalë në sektorin bankar, kur jam në bankën ekonomike tash, mas orës 4 të isha qa bojën në mas 4-ve tash. S'disha që me organizu pjesën edhe s'disha me organizu rutinën tem ditore, se jë mësu në mëngjes, qohu banu gati, shkon fitness, këtheu për fitnessit, banu gati, shkon punë. Rreth orës 9-10, ndoshta kom fillu edhe punën, prej orës 10 tutje, mas ne ju marrë vetëm me pjesën e emisionit, prej orës 7 kam qenë lajme, prej orës 8 kom vazhdu prap me emision, që ka qenë live, edhe emisionin kry kënë 10:30, jo të i përshëndet mësafirt, jo të i pini kafe me mësafirt. Edhe me qëmë punë. Hu bëke ora 12, pa e mendu heq.
Po sa është e vështirë në momentin që largohesh prej një mediume, po ne kom provu vetë tek pjesa e portaleve televizionit akova jo, po sa është e vështirë me loni staf, me vazhdu të stafit tjetër edhe ndoshta me u shkëput në një marrëdhënie të min jo të keqe. Jo, po. Ti ke pas përvoja të tilla, po besoj gjitha largimet. Di që mirë tutje? Po, kanë qenë eksperienca normale, se për shembull tash një fjalë që asnjë shef nuk e pranon largimin ose asnjë drejtor nuk e pranon largimin mas mirë të mbod, po thjesht kena pas marrëdhënie të mira që vazhdojnë me mbetë edhe sot marrëdhënie shumë të mira edhe me kolegët edhe me drejtorin e televizionit Dugagjini, po edhe me pjesën tjetër edhe të shtaqit gjithashtu një farë relacioni shoqëror për shkak se ti në media, komuniteti fillon të fillon më njoft me njëri tjetrin, jo vetëm si drejtor dhe punëtor në marrëdhënie të tilla, po fillon edhe shoqërohesh pastaj se të lidh një shoqëni mes dikujt, të lidh një shoqëni mes dikujt tjetër, po ka qenë shumë e vështirë me ndru stafin. Isha të thonë më herët që kur më këthej ke i njëjti shok që mundesh me bëlla diçka tjetër të isha. Por i qëtu ku jam se mirë jam. Pastaj kur dola kënej, të isha që sinqerisht po desha me bëlla diçka tjetër, se edhe i thësha atij na faleminderit, më se më ke mësuar që po di me bëlla diçka tjetër, po jo, realisht kur të në botën e mediave, ti kufizohesh në disa gjana dhe po në me nuk e mendon asnjëherë mo largimin. Po kur të vjen largimi, kur din çdo momente, nuk mundesh me thonë heja diçka se tash të unë nuk po vazhdoj më me jetu për shkak se i kumlon mediat edhe s'kam çka bëj tjetër. Jo, vazhdon, punon fort biles për me kallëzu që je i mirë edhe në sene të tjera, në aspektin e punës, edhe kallëzon mundosh me arrit edhe me kallëzu sukses kudo që je. Po pjesa e largimit edhe shkputjes me stafin ka qenë për në shumë e vështirë. Në aspektin që... Cry, baby, cry. Unë jam person pak ma i ndjeshëm dhe pak ma emocional edhe jo që ndoshta s'kart puna me kajta, me puna, po dhe ka qenë gëgja shumë e vështirë se e sheshe kolegët që e bojnë njëjtën punë, vazhdojnë me e bot njëjtën punë, lodhjen e kam pëtuaj se të njëjtë, edhe vjen një moment që ti veç duhesh mu largu për sene personale, ma të mira, edhe vazhdojnë mas një me një staf tjetër. Vazhdojnë jeta me një staf tjetër. A në mëna që disa minuta edhe shikus të mujnë me i pa disa në fotografive tua, cilat i kanë zirë në lina dhe ti ka publiku, nëse i shohim, tash nuk e dim te, a jem realizatus, a jem model, a të përëm bëhën nga qka. Po, është edhe një ndryshim që e ke bo, në paka shumë nga njëhem edhe në pjesën tjetër edhe nga ana e familjes edhe përveç pjesës punës, dhe pjesës kolegiale, ti qysh fëmi, e të regu që i ke majnë flok të gjata, kena po edhe fotografi që na vishin edhe interesant, edhe ke vazhdu qatë pasioni për flok që lidhet me një histori veçant për ty, me një person shumë veçant, po e mu një vendimin me bo një ndryshim drastik për ti që na pjesa e shoqërisë tonë e ndirim shumë mirë. Që për çto po them që nuk është e lehtë me konë në karrikën e të intervistuarit, se nuk pret nuk e din çka të vjen pyetja dhe çka të pyesin. Shtu i ka pa e të blina se nuk të kisha angut. Jo, nuk është problem se do me thonë sanat ndodhin. Edhe po kohët e fundit, ndoshta një 6-7 vjetë e fundit, 5 vjetë e fundit kryesisht, më ka ra gogja shumë me udhëtu me shëtit. Edhe normal që unë e du fotografin edhe e du edhe videon për shkak se kom qenë pjesë e medjave dhe s'ka asnjë njeri që punon media, që thotë jo valla se du kamerën, se du fotografin. Edhe nëse e thot, nuk e mendon seriozisht. Kështu që po më ka ra me bo foto gjithandej në venet ndryshme, për shembull në fotografinë e parë jam në Matera, këtu jam në Sloveni, fotografia e dytë ishte në Marseille, fotografia e tretë është në Paris,
në venet ndryshme të botës, po historia e flokëve. Shumë mirë Erblina që se ka pas fotografinë kur kom qenë fëmijë. Po historia e flokëve ka qenë shumë interesant. Unë si fëmijë kom pas flokë të gjata shumë. Edhe kom pas flokë kaqurrela edhe... Dhe nishtë. Po, dhere që diçka. Edhe gjithmonë e kam pasat dyshimin njerë që së më ka një për shumë është qika është djallë, se flokë të gata. Po, me kalimin e kohës, hymja në shkollë, o duft me i prej për shkak se babi edhe nana, aso kohë, o të që mos po bullizona, komentet të njerëzve, komentet të fëmijëve, kështu që ma mirë vendosëm me mbu një djallë prej sëmbari edhe mi prej të në flokë. Edhe për një moment rritna, edhe vjen një periudhë e kohës, nështë është periudha ma e ertë, po e flasë me busqeshje, se që ashtu du me e kujtu, edhe pëse ka qenë një periudhë e ertë, para se me u diagnostifiku babi me smundjen që e ka pas, unë vazhdo, i kisha flokët goxha shumë të rrituna, edhe për një moment shkoj i prej. Edhe në komunikime sipër me babin më beke, qatu desht me i prej flokët se bol mirë të rrishin, shumë të shkeshin. Edhe dyqysh të shë, po hajtë se i rris gradualisht, apëtin i rris, edhe të anë i kena bujna foto me flokët gata e sane, po ato momente mas nej, nuk im rrina kur me i bo disa fotografi me flokët gjata me babin, për shkak se babin rëjet edhe unë vazhdova më falni. E vazhdove rrugtimin, na e dim shumë mirë që kur folje për këtë pjesë, nuk ka që shumë mos me u emocionu gjithë cili. Po, edhe vazhdova me jetu normal, pa babin, pa flokët, edhe prej që ati moment, unë vazhdova me i rritë flokët mas nej. Ka arsi si ndjesi që ndështa tu ka duk që e ki ma apën, me që se ka qenë dëshirë e time të po ashtu gjithmonë? Po, se edhe kër kanë qenë fëmijë, ndoshta iniciativa ka qenë e babit, se babi jam ka qenë një person goxha shumë i afërt me mua dhe komunikimin e kena pas shumë të hapun me babin, për se cilën tim, për se cilën sanë dhe në momentin nuk më ka thonë nështë më herët hekë që rreti flokë se për të shkojnë, se nuk i ka ditë që shumë rinë, që shumë shkojnë, qëfar figure muna me pas, po për një moment, thët, kur ma bënë që atë sanë, edhe unë vazhdova me i rritë mas nej, mas si që babin rëjet, unë vazhdova me i rritë flokët edhe rezultati për në ishte goxha shumë i mirë, për shkak se feedback, unë kom pas goxha shumë mirë për të shkojmë. Edhe pse paragjykimet e shoqënisë dhe njerëzve kanë qenë asim. Që këtë drogirash, flokët e gata. Në sensin e tillë, po thjesht babi o konë qaq i hapën edhe qaq tash kohët e reja i tojnë open-minded, po konë shumë liberal në aspektin e se cilin sen të ka përkranë, se cilin sen që ti këtë ishtë me e bo. Edhe po, i rrita flokët. Sa vjet i ke pas dikon? 10 vjet. 10 vjet flokët e qatë? Po, për 10 vjet gati kom vazhdo me qenë në flokët gjata. 10 vjet. Edhe, po, bavi ka po 10 vjet, për që kanë ndrojet, unë prej ati momenti kom fillu me i rrit, ndoshta më kanë marrë një 6-7 muaj, për shkak se flokët e mija, që din edhe ti rritën të i për shumë shpejt, edhe se kom pas një koment prej vjosës gjithmonë, ku ti ma mirë flokët për mbasëna. Ekstra mirë mbasëna. Edhe, po, nuk mu isha me i shkurtu mas nej, tamon vendosha sot, bile e kena pas, e kena një kolege Arbria, që kësha dashme me përshëndet shumë kjo fotografia e nanës edhe babit. Në pjesën e tekstit shkron, i kam gojën e nanës edhe sytë e babit, në ftyrën dem ata e në gjithmonë bashkë. Një farë i përshkrimi që e komendu me bo. Po, Arbria, për shambull, e ka pas ato, e kur pi hek flokët.
A i heke mo flokt. E pse s'po i hek flokt? Sa që kërë një kena po që Albri ma në fund e ka marrë vendimin njëmi arbitrum. Po, se ka qenë 10 vjetë, mas 10 vitësh. Ndryshim. Edhe ato dhem të flakë, qysh ke që ajo ndjenja? E kom pas një kauz të cilën për 2 herë jëm detyru me i dhuru flokët, jo jëm detyru me shumë dëshirë, se u shpreja keq, po me shumë dëshirë kam dhuru flokët për fëmijët që janë të prekun me kancer, dhe ka qenë një farë për mushje personale që më kanë ndihmu goxha shumë në atë aspektin që po bën mirë në diçka. Personale. Po, në aspektin personal, ndjenjat edhe emocionet personale, edhe thësha që jam të bërë një punë goxha shumë të mirë. Po mas 10 vjetë, vjus, sinqerisht, vjen një periudhë e kohës që ti donë më qunë në mëngjes edhe veç më nisë për digu. Nuk do është me hi, me u pastru, me i tha një orë flokët, edhe me u bogati, se vjosa problemin më të madhe, kishë është një problemin më të madhe kam pas që... Je vënu. Hajden ko, se s'po vjen ko. Po s'mujnë se në thirë mrena gjysore, një ore, nuk më me qenë në ko, për shkak se e kam një farë procedurë që duna me u marrë me flokët. Edhe po, sa ka qenë edhe mshme me i prej flokët, që ka qenë edhe letësuset një në ko, për shkak se fillova për një me mundi shumë i letësum, edhe se di, ndoshta në të ardhën një rrisë prapë. Sepse jo në të ardhën Halo ma shumë. Po, ajo është gjithë atë dëshirin e njëjtë. Në familje, për shambull, nipat, mesat, shumica, edhe nipave, se mesat gjithsesi, po edhe nipave, fillimisht i kam pas flokët e gjata. Si tradit familjen. Po, një farë tradite e kena në familje, kështu, me pas flokët e gjata, mas ne me vazhdo edhe me i shkurtu. Po, ka me u për cilë. Okej, mbetit me më po tutje. Armën, po të falëndroj shumë për gjithë këtë rëfem që e sulle, si nga era në shtab profesionale, nga ana mediale, televizive, po ashtu edhe ajo personale, edhe tashmë të punës cilën një duke e bo, pëse jo të presim me në unë këty, nëse jo në të shtatë ku do t'jetë në televizion, me që që se cili ka ata shikus të vetë, cilve pa dyshem që jo mungan. Po, kom pas edhe komentet e tilla goxha shumë edhe në rrjetet sociale, po edhe personalisht, kur e takoj isha në njëri, dhe e qa u bo, pse s'po të shohim mo, kur do me u rikthy, a ke mendu me u rikthy, po në një moment caktuar, po, edhe e mendoj me u rikthy, kështu që pritet gradualisht me ndryshimet personale, besoj që ka me ndodhë edhe një rikthim në televizion, në media, ku të qovë. Po me shumë qepë. Vjosa dhe falimderit edhe për ftesën që më keni bo, edhe hapësirën që më keni e për me përçu një rrëfim të amin në një formë tjetër. Pak ma ndryshë. Jo me konë une moderatori, po unë me konë i intervistuari. Edhe për mu ke shumë një njësi interesante. Falimderit që. Shijemi jo anë bërë tutje. Gjithsesi, falimderit që. Na vazhdojmë shoqnin. Normal. Jashtë kamerave. Ke ishte një pjesë tjetër. Ishte knatësi me qila dhe kështu. Ka qenë dhe për mu shumë e madhe, edhe falimderit i përshëndes këtë qikuste televizionit të shtatë, edhe krejt kolegët që janë edhe mbrapa kamerave, edhe në regji, edhe gjithandej. Knatësi, Alban.